Shoqëria Kajo ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me një prej kompanive më të mëdha në botë për ndërtimin e anijeve kompaninë italiane Fincantieri. Kjo marrëveshje i hap rrugë prodhimit në vendin tonë të anijeve të vogla e të mesme për nevojat e Shqipërisë, por edhe për eksport. Certamente noi saremo i primi ad approfittare dei prodotti. Sigurisht do të jemi të parë që do të përfitojmë nga produktet e shoqërisë në mënyrë konkrete nga dy anijet e para që do të ndërtohen për forcat tona të armatosura dhe do të çojnë në 7 numrin total të flotës sonë, e cila në terma të përcaktuara nga statusi jon madhor, po sigurisht dhe me NATO është një numër optimal për sa i përket peshës dhe përgjegjësisë së Shqipërisë në mesdhe. Dhe me pas sigurisht prodhimi do të vazhdojë me tej për të eksportuar këto anije, aty ku sigurisht është e qartë që teknologjia e re dhe inovacioni do të shoqërojë këtë rrugëtim, do të implementohet. Sipas kryeministrit Edi Rama, kjo marrëveshje është e rëndësishme për ekonominë, por edhe për sigurinë e vendit tonë. Spero che il mondo vada meglio e spero che le guerre. Shpresoj që bota të përmirësohet dhe që luftrat të përfundojnë, por ndërkohë Shqipëria është shumë e vogël për të vendosur të ardhmen e botës dhe fatin e lojës së shau gjeopolitike, por duhet të përshtatemi sigurisht në të voglin tonë për të patur një mbrojtje dinjitoze dhe për të patur gjithçka që nevojitet, për të qenë në lartësinë e një vendi të vogël, por krenar në aleancën transatlantike ku ne bëjmë pjesë. Kantieri për ndërtimin e anijeve do të jetë në Pasha Limane, në të pritet punësohen rreth 400 persona.